Rrëfimi i zbritjes së surës Yasin dhe reagimi i popullit të Mekës. Kur nata e Mekës zbërtheu heshtjen e shkretëtirës dhe erat e ftohta të shkëmbimeve nisën të përshkronin ajrin, pejgamberi Muhammed alayhis salam qëndronte në Hesab al-Arqam. Me zemër plot pritje shpirtërore, ai dhe pasuesit e tij të rinj, të mbledhur fshehtas në ndritën e zbehtë të qirinjve, ndjejnë se një moment historik po afrohej. Kur meleku Xhibril ia përsolli dy shkronjat e para Yasin, çdo zemër u dridh sipas një thirrje të fshehtë hyjnore. Tingulli i shkronjave Muqattat nuk ishte thjesht një nisje recitimi, por një ftesë për të hapur të gjitha qytetrimet e fshehta të besimit. Pasuesit, mes tyre Abdullah ibn Mesud e Ibn Abasi, e ndjen thellat të dridhje. Ata kuptuan se po përjetohej një mrekulli që nuk mund të përcaktohej me fjalë njerëzish, por vetëm me përulje dhe rrujtje të kujtesës së atyre vargjeve. Pas asaj shpalljet e parë, pejgamberi filloi të recitojë me zë të butë: Allah mëshirëploti ka shpallur Kur'anin. Zëri i tij i kaloi muret prej balte dhe përshkroi vendin me një melodi të butë, ku çdo fjalë ishte një drithërim në kraharor. Në heshtjen e dhomës, lotët e disa nga sahabëve rrjedhën në heshtje, e disa të tjerë përkulën kokën, të përqendruar në secilin tingull që fliste për dërgesat e Allahut, për popujt që ishin ngritur dhe rënuar për mohimin e mesazhit. Në atë moment çdo dyshim u shua. Ata ndjenin se çdo shkronjë recitimi ishte një copë e fshehtë e fuqisë së papërfillshme që mbulonte gjithçka me dritë dhe me frikë të ndjeshme përballë majës së shpirtit. Kur pejgamberi u shfaq me pas në tregjet e Mekës, aty ku karavanet bllokonin rrugët me kamel dhe zhurma tregtarëve mbushte ajrin, ai recitoi pjesë të surës Yasin për çdo që dëshironte të dëgjonte. Në mesin e tregtarëve disa ndaloheshin për ta dëgjuar në heshtje, disa talleshin me qetësinë e tij dhe disa zhurmues të mëdhej e quajtën magji. Udhëheqësit e Kurajshve, të shqetësuar se mesazhi i fuqishëm për ringjalljen dhe përgjegjësinë në botën tjetër mund të sillte rendin e tyre të fitimeve, ofruan me arrogancë dhe i thanë: "O Muhammed, a mund të dëshmojmë një mrekulli më të madhe? Po të duam t'i ndajmë fjalët e tua në gur për t'i ngjyrosur me zjarr, a do të shmang ajo shkrimet prej flakës?" Kur ata fshehen gurët dhe ja vun zjarrin, fjala hyjnore mbeti e paprekur. Dhe kështu disa sy u krijuan me dridhje, jo nga frika e vdekjes trupore, por nga frika e frymës hyjnore që te kaloi çdo forcë natyrore. Brenda Hesab al-Arqam, pas çdo recitimi, pasuesit mblidheshin për të diskutuar për kuptimin e ajeteve. Aty, në ndritën e qirinjve, flisnin për historinë e tretë të dërguarve që kishin hyrë te një popull i magjepsur nga idhujtaria, të cilët pavarësisht nga argumentet e tyre i hodhën gurë dhe i përzun. Vetëm një burr, një besimtar i vetëm, theu turmën e verbër, por u vra mizorisht. Simboli gjithë asaj që do të përjetonte çdo besimtar që guxonte të fliste kur e gjithë shoqëria bënte heshtje. Kur recituaj ajo pjesë, dishepujt ndjenin se skuqeshin dhe sa binin lotët në heshtje si gjurmë të dashurisë për premtimin hyjnor të shpëtimit dhe ringjalljes. Surja vazhdoi me mrekullitë e krijimit, uji që rrjedhte nga reja, bimet që mbijnë në tokat e thata, dielli dhe hëna që ndjekin hijet e tyre pa devijuar. Zogjt që fluturojnë në qiell pa pasur një udhëheqës tjetër përveç urdhrit hyjnor. Çdo metaforë e tillë e bëri audiencën e asaj kohe dhe secilin prej nesh të mendonte: Ne pse nuk vëm re rregullin e vetëdijshëm të natyrës? Po ne pse nuk besojmë se Zoti ynë ka fuqi absolute? Në atë val, reflektoni, disa njerëz filluan të thërrisnin në heshtje: Subhanallah, lavdi qoftë Allahut. Disa figura të fuqishme, të cilët më parë kishin tallur recitimin si teatrin e poezisë, ndjenjë se gjuha poetike nuk mjaftonte për të shpjeguar atë autoritet hyjnor. Me përhapjen e mesazhit, surja Yasin u recitua edhe në xhamitë e para të vogla në Mekë e më pas në Medinë. Njerëzit u zgjuan në mëngjes për të lutur dhe recitonin atë për të forcuar shpirtërisht përpara fillimit të ditës. Një nga praktikat më të hershme ishte recitimi i plotë i surës Yasin çdo mëngjes. Pasi transmetohet nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam, çdo që reciton këtë surë në mëngjes do t'i ikë çdo e keqe e ditës. Disa sahabë rrëfyen se e përsëritnin atë vazhdimisht deri në numrin e sahabëve që mund të mbërrinin të i mbledhte përreth vetes, secili duke ndjerë rritjen e besimit si një erë të freskët që shpërndante qetësi në shpirt.